ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar ndëgjuesë dhe shikues të radio televizionit Erkalem, edhe sonte po takojmë në emisionin në dritën e udhëzimit. Emisioni javor, sikur që dini pra me hoxhën tonë të nderuar, Hoxha Abu Bekaruni, po sonte do të na mungon inshallah, thotë që e kemi të ftuar një hoxh special për ju edhe për ne. Që inshallah me emrin e Allahut të mësojmë ilmin apo të mësojmë fen apo të mësojmë dinin Allahu subhanahu wa taala. Kështu që na përsonte inshallah dhe vllajon i nderuar Kasimi do të na bashkangjitet që këtë emision do të udhëheqemi së bashku. Ku e ftoj dhe përshëndes me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk po ndëgjosh Kasim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vllai nderuar, mirë se gjeta ty dhe gjithë shikuesit dhe ndëgjuesit e radio televizionit Erkalem. Allah Kasim, a mujte si jeti? Alhamdulillah, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për gjithë mirësitë e tina të cilat Allahu te bareke ve taala na i ka dhënë deri në këtë moment, por edhe që do të na jep, sepse ne kur kemi thonë ashhadu an la ilaha illallah jemi pajtuar me gjitha caktimet e tina, por gjithsesi duke e praktikuar dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç thot Allahu subhanahu wa taala, ato çka ju lejon, çka ju jep pejgamberi merrni dhe ato çka ju ndalon ju ndalon. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah. Ti vëlla, si të kam, a je mirë apo lodhesh apo mërzitesh? Alhamdulillah për Allahut dhe ne jemi mirë. Pa koha na ka marrë ftap sikur që dini, por alhamdulillah. Shikues dhe ndëgjues, ne kërkojmë të na bëni halal për disa çaste, presim që u gjatë kyçet se me të vërtet ndonjë problem me internet, por lutim Allahun Teala që Allahu subhanahu taala na mundson që ta realizojmë sonte këtë program. Emisioni pra mund ta ndihni nëpër platforma të ndryshme përparim të cilat janë përmes të Facebookit, përmes të IPTV-s në kanalin e RTV Erkalem dhe gjithsesi në kanalin e YouTube-s, por edhe mos na harroni nëpërmes të TikTok-it, të them kështu, të më të famshëm për kohën e sodit që domethënë na ndihni edhe në TikTok. Alhamdulillah. T'ju lajmërojmë inshallah, sepse pyesin shikuesit dhe ndëgjuesit pyesin se a do të ka pyetje përgjigje. Gjithsesi ne inshallah taala do të marrim pyetje dhe përgjigjet, por megjithse pas ligjëratës mund t'i merrni pra përgjigjet nga hoxha i nderuar. Qoftë ato në kanalin e YouTube-s, në komente ku shkruan pyetjet, qoftë në TikTok, qoftë në gjithsesi edhe nëpërmjet pra rubrikës dërgo mesazh në Facebook.
Kështu që ne pa humbur kohë për ftojmë hoxhën dhe e përshëndesim gjithsesi me Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe mirë se gjeta vllazni. Më gjendruar, Allah është përbleft të cëtë gjatë kohë dhe sante të një prash nesh dhe pranë dëgjuesit dhe shikuesit, të cëtë në ndjekin dhe në shikojnë. Allahu shpërblet dhe Allahu ruajt. Amin. Allah, amin. Allah është përblef dhe Allah nderoft, me qenë se ka një kohë gjatë që na ke munguar, por do të mundona, gjithsesi unë edhe për parimin mos lëna pak rahat, sepse ke munguar shumë dhe kështu nuk mund ta lejojmë ne, pasi që edhe ju jeni pjesë e televizionit Terkalem me aktivitetet e juaja, por për sonte që keni gjetur ku me qenë se vinin nga udhëtimi dhe subhanallah i pa lodhur hoxha thot ka simpu. Mashallah. Andaj hoxh, Allah është përblej dhe Allah të nderoft se çish të nderon ti neve, Allah të nderoft dhe të përmend në kotin, në qiellin më të lartë. Allahu shpërblet dhe nderoft edhe. Amin. Mundu për përpjekjet, normalisht të ku munguj kohë gjatë, sepse me angazhim, me davet, me punë, me gjëra të ndryshme, gjithsesi, ne inshallah do të jemi në kontakt edhe rrethave juaj normalisht nuk ka pas mungesa. Do më thonë, i një angazhu, i një mundu që përqohet fjala e Allah dhe të dërguarit e tij, sepse kryesorja është që ne të jemi në rrugën e saktë të profetit alayhis salam, sepse po të fundit normalisht janë shtu thirrsat, janë shtu portalet, janë shtu njerëzit që thirrin, por se jo të gjithë janë në ato që ka qenë Muhamedi alayhis salam, andaj duhet që t'i lutëm Allahut gjithmonë që të na ruaj, të jemi në Kur'an edhe në Sunetin, edhe në të kuptuarin e dietarëve, ashtu siç e kanë kuptuar rrugën e Muhamedit alayhis salam. Allah është përbleft. Edhe njëherë, pra, nëse nuk është ndëgjuar, më bëjnë me dije se nuk është ndëgjuar në TikTok, do të thotë që ne inshallah sonte do të mund të marrim edhe pyetje nga TikToku dhe përgjigje. Gjithashtu. Përparim tema e ligjëratës inshallah. Mirë, para se të fillojmë apo të lajmërojmë temën, hoxha i nderuar ma kujtoi tha për shkak se në kohën tha ju shtu tha daveti u shtu tha ju shtu radio shumë me vend. Domethënë hoxha i nderuar, domethënë për momentin po mendoj që të gjithë syt i kemi hapur apo syt qeli kemi veç a dojnë, ha? Nuk kemi sy mshel, është fjala sa i përket davetit. Një njeri me mësua apo me ndëgjua diçka. Dëgjoj, përderisa ne kemi dua profetike të cilët i dërguari Allahut na ka këshilluar, disa dua në moment edhe në dhikrin e mëngjesit edhe darkës, që Allah i lartësuar të na ruaj fen ton, e kupton? Atëherë normalisht që kjo kuptohet që është një rrezik. Edhe shumë njerëz që pretendojnë rrugën e vërtetë, nuk janë rrugë të vërtetë. Përderisa lajmet nga Muhamedi alayhis salam që prej shemeve të kiametit është edhe thirrja në dalalet. Do kese njerëz që do thirrin, domethënë ato që nuk kanë përmend baballar tuaj, a kupton? Nuk e keni dëgjuar as përpara jush. Edhe normalisht që ajo kohë as nuk ka dyshim që sot po i përjetojmë një pjesë të atyre argumenteve sheriatike që na kanë ardhur që ne të ruhemi. Sepse umeti islam i dërguari Allahut na thonë do të ndahet në 78 grupe. Ma të gjithë do pretendojnë se janë rrugën e Muhamedit alayhis salam. Po a janë apo s'janë? Ha? Shumë e fjalë. Nuk jo. Vetëm një është grupi i shpëtuar. Dhe kush është ai? Është shumë e qartë, është shumë e thjeshtë, është shumë e kuptuar dhe nuk është e vështirë. Kur'ani, Sunet dhe ashtu siç kanë qenë selefu salih në kuptimin e argumenteve sheriatike. Kështu që elhamdulillah por na ka rrugën e tij të drejtë. Alhamdulillah. Përparim temën inshallah. Po andaj të nderuar dëgjues dhe shikues sonte tema, domethënë është e ligjëratës ruju nga përngjësimi i popujve të tjerë. Mirë hoxh. Cët janë ta popujt nga kush do të ruajmë? Odra. Normalisht po, kemi zgjedhur ligjëratën kujdes nga përngjësimi,
Dhe pikërisht koka e kësaj ligjërate është profeti alayhis salam në hadithin e të dërguarit të Allahut që e transmeton Imam Abu Daud, men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Ai person i cili e pason një popull, ai nuk është prej nesh. Kështu që do të përqendrohemi rreth pasimit të popujve në çështjet të cilët bien ndesh me sheriatin islam. Profeti alayhis salam thot, nuk është prej nesh ai që u përngjason të tjerëve. Dhe thot, mos u përngjasoni të shifutëve dhe të krishterëve. Një argument tjetër i ka thonë, ja Resulullah, kush janë ata? Ka thonë, shifutët dhe të krishterët, ka thonë kush tjetër? Apo një hadith tjetër ka thonë kush janë ata? Ka thonë persët dhe romakët. Kështu që nëpërmjet këtyre haditheve ne kuptojmë që do të kesë nga njerëzit të cilët do t'i pasojnë të tjerët. Ku? Këtu bëhet muhabeti për pasimin në gjanat që e kundërshtojnë Allahun e lartësuar, në çështjet fetare, në çështjet sheratike, në gjanat të cilët janë të ndaluara në Kur'an dhe në Sunet. Nuk flitet për gjanat të cilat nuk bien ndesh me Islamin. Profeti alayhis salam ka thënë në hadithin e Imam Buhariut dhe Muslimit, do të kesë nga popullin të cilët do t'i pasojnë popujt e tjerë që kanë qenë përpara jush, pëllam për pëllambu dhe krah për krahu, aq sa edhe nëse do futen në vrimin e hardhucës, atëherë ata do t'i pasojnë dhe do futen atje. Kjo është një paralajmërim që i dërguari Allahut domethënë na ka lajmëruar që të kemi kujdes, por se gjithsesi do kese nga muslimanët të cilët do t'i pasojnë jo besimtarët. Ky hadith na nxit që të kemi kujdes mos të imitojmë ata të cilët bien ndesh me urdhën e Allahut, por se na nxit që të rrimë me njerëzit e mirë, me ata të cilët na këshillojnë nga e mara, na këshillojnë nga Kurani dhe Suneti i Profetit alayhis salatu wassalam. Dhe njeriu dënohet në varësi të imitimit të cilët e bën, sepse jo të gjithë imituesit janë, domethënë të një grad apo të një shkallë, sepse nuk është një lloj personi i cili imiton ku të tjerët në ibadetin e tij kërkujt përveç Allahut të lartësuar, sepse ky person del automatikisht nga Islami, edhe pse sado që ai ta pretendoj Islamin, ta pretendoj veten që është besimtar, normalisht që është njeri në humbje dhe ka dalë nga Islami, ta adhurosh dikon tjetër përveç Allahut. Dhe kena nga ata njerëz të cilët e pretendojnë diçka të tillë. Kena person të cili për ngjasim domethënë ka vepra e tij nuk e nxjerr nga Islami, vetëm se e bën që të kesë përgjegjësi dhe domethënë e kundërshton sheriatin e Islamit, por pa dalë nga Islami. Dhe ky ka domethënë përgjegjësinë për veprën që ka bën. Dhe duhet të kesë kujdes sepse ajo vepër ndoshta mund të çojë edhe në kufër. Përngjasimi në anën e jashtme. Përngjasimi në anën e jashtme, thon dietarët, gradualisht mund të trashëgoj përngjasim edhe në anën e brendshme. Që do të thotë, kur ti imiton një popull në pamjen e jashtme, gjë e cila nuk të duket se po kundërshton rrugën islame, por se gradualisht bëhet e dashur në pjesën e tonë të brendshme, domethënë pjesën e zemrës, që ti e don atë person i cili kryen këto vepra, dhe gradualisht duke vazhduar, kjo është vetëm fillimi i rrugës, atëherë gradualisht ti bjen në mëkate të mëdha. Andaj duhet me u ruajtur. Allahu i lartësuar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." O ju të cilët keni besuar, mos i pasoni xifutët dhe të krishterët, sepse ato janë të dashur me njëri tjetrin, thot. Dhe ai person i cili i pason, atëherë ai është prej tyre. Kështu që të pasosh të tjerë, popujt e tjerë, në ato që e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, atëherë ti kërcënohesh nga këto ajete të cilët janë shumë ajete kuranore dhe shumë hadithe që ne e ndalojmë. Gjithmonë po flasim në ibadet dhe në çështje fetare që e kundërshtojnë sheriatin islam. Po fillimisht musliman besimtarët duhet ta mësojnë fenë e tyre. Duhet mësojnë argumente sheriatike. Sepse kemi nga ata të cilët e teprojnë me fanatizëm
Dhe pastaj kjo gjë i çon në sjelljen e keqe dhe jo në ato që urdhërohet në Kur'an dhe Sunet. Dhe kemi të tjerë të cilët tregon as neglizhencë sa që i shkelin urdhrat, ligjet e Allahut. Dhe nëse dikush i kryen apo ruhet sipas shariatit islam, atëherë normalisht që ki akuzohet nga ky lloj grupi. Kena domethënë grupe ekstreme. A kupton, nga krahu tjetër dhe kena grupe ekstreme nga krahu tjetër, që është domethënë më i ulët dhe i përzin veprat e mira me të këqija. Dhe kemi të tjerë që tregohen domethënë arrogant dhe të ashpër dhe nuk sillen në atë mirë siç Allahu i Lartësuar ka përmend. Sepse Allahu i Lartësuar kur i ka thënë të dërguarit të Allahut në një jetë kuranor, çka i thotë për çështjen e sjelljes mirë? Thotë ti u sjellë i butë me ta, i mëshirshëm, sepse edhe të pranuan. Sepse po ti nëse ti do ishe sjellur i vrasht, ato do t'ikin nga ti. Çka kuptojnë këtu? Ne kuptojmë që duhet me pas kujdes edhe gjatë thirrjes që ne kryejmë. Gjithashtu, po të kthesh dhe të shohësh, kemi shumë libra që dietarët i kanë mbledhur, i kanë përmendur dhe kanë këshilluar. Ka shumë libra që dietarët kanë përmendur se si ne duhet sjellemi me të tjerë përveç Islamit. Një në këta është edhe Shehu Islam Ibn Taymija që ka bërë një libër, Ndjekja e rrugës së drejtë dhe kundërshtimi i banorëve të zjarrit. Ndjekja e rrugës së drejtë, dhe këtu ka përmend rreth përngjasimit. Çka lejohet, çka nuk lejohet. Si duhet sjellesh kur ti je në një vend i cili normalisht mbizotron shumica e tyre është mbizotron jo muslimanët, jo besimtarët aty. Jemi në një vend krishterësh apo çifutsh apo pagansh, edhe pse këtu ka rregulla shariatike të cilet ta lejon apo ta ndalojnë në jetën në atë vend. Kjo në varësi të vendit ku ti ndodhesh. Edhe këtu do gjesh argumente shariatike që vijnë. Kështu që ne duhet që të jemi krenar me fenë tonë dhe të kemi kujdes nga imitimet. Dashuria dhe urrejtja duhet të jetë për hir të Allahut të Lartësuar. Allahu i Lartësuar në surën Mujaddala ka përmendur dhe thotë: La tajidu qawmun yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasulahu walau kana abahum wa abnahum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum. Nuk e përgjet popull të cilët besojnë Allahun edhe ditën e fundit, që të duan ata që e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, qofshin ata edhe nga familjarët e vet, nga baballarët, nga fëmijët, nga vëllezërit, nga të afërmit. Kështu që ne nuk duhet që të imitojmë dikonin për t'i bërë qefin, sepse kanë argumente të cilët ne kena mënyra të sjelljes me ta në atë mënyrë që atyre t'u hapim një rrugë që ta kuptojnë dritën e Allahut të Lartësuar, që është Kur'ani familjar. Sepse përngjasimi me popujt e tjerë mund të jetë i ndryshëm. Kemi përngjasim që mund të jetë përngjasim që çon në kufër. Përngjasim që është i urryer, Kena përngjasim në edukat, në sjellje, në të folur, në të ushqyer, në çështjen e dunjas. Ne po shohim sot shumica apo pjesa më e madhe kanë rënë në disa gjëra për shkak të pasimit apo të konkurrencës me jo besimtarët në çështjet e dunjas. Saqë ti nuk do t'i dallosh kur vi puna të çështjes e dunjas, nuk do ta dallosh. Ka thuti ti, a ka besimtar ti apo jo? Si sillen këtë lloj mënyre, mundohet të mashtron, mundohet të hedhë, mundohet domethënë që të zhvase, gjë e cila ti nuk lejohet, gjë e cila ti është haram, gjë e cila përderisa ti e pretendon, edhe je musliman, atëherë duhet me pas kujdes. Gjithsesi ne apo shariati i ka nda mëkatet e mëdha, mëkatet e vogla, gjërat e ndaluara, gjërat e urrjera e kështu me radhë. Kështu që ne të gjithë nuk mund t'i fusim në një kosh apo në një kazan si çdo populli, duhen nda gjërat. Mirë, hoxha. Po, ka që nxjerrin nga feja, edhe ne e nxjerrim nga feja përderisa Allahu i Lartësuar na e ka qartësuar dhe na ka dhënë qartë që ai person i cili shkon dhe adhuron dikon tjetër përveç Allahut, ja bëhet qartë që kjo nuk lejohet, nuk lejohet adhurimi i varreve, i njerëzve të vdekur apo gjallë, e kështu me radhë, atëherë normalisht që ai person do gjikohet me ato që ka ardhur për gjykim, që për ky person është i dalur nga feja. Dhe jo çdo vepër e nxjerr njeriu nga feja, ama kjo është vepër e cila të nxjerr nga feja sa me. Po vëlla Kasimi deshe më ndërhyj? Po.
Kur e kemi qëllimin të përngjasimi, do të thot, a bëhet fjalë këtu edhe në edukat? S'ka dyshim, thon dietarët, përngjasimin e edukat, në sjellje, në të folur, në veshje, në jetesë, aty ku jeton, kjo do të thotë që ti, ato çka përmendëm pak më para, që ti në pamje të jashtme u ke përngjasu atyre. Kurse pamja e brendshme do vi gradualisht. Duke dashur edukatën, sjelljen, kulturën e atyre, ti gradualisht do vi që ti do të dush. Edhe do përfundosh ashtu siç kanë përfunduar shumë nga njerëzit në vendet të caktuara evropiane apo jashtë. Disa janë futën fe, futën krishterë në fe, e dalin musliman nga feja. Kthehen domethënë janë kthi domethënë me fenë e tyre. Pse ka ndodhur kjo? Sepse fillimisht nuk ka shku direkt ai, nuk ka mundësi kur që shkosh direkt. Sepse shejtani punon me këta njerëz, duke ditë ata kleçkat, duke ditë plak ku i kanë, avash u vin, edhe ky lloj përngjasimi të çon në kufër. Kjo është problemi, e kupton? Sepse sot ne kena të muslimanët që më shumë përparësi japin hangërmes. Ç'a hangre sot, ç'a hangre dje, ç'a hangre e mytën edhe gruan. Gatuj, du më hangër kështu, kur Muhamedi alayhis salatu sallam thot zorra, domethënë barku është në më keqe e birit Ademit. Subhanallah. Sa njerëz për shkak barkut kundërshtojnë Allahun, kundërshtojnë rrugën e të dërguarit të Allahut, nuk kthehen tek historia e Muhamedit alayhis salatu sallam, nuk kthehen te shembulli i tij. Po për shkak të këtij barku dhe të zorrës, kanë kundërshtuar Allahun dhe kanë bërë mëkate dhe po vazhdojnë akoma. Prandaj besimtari duhet të ketë kujdes, duhet ta shohë historinë e Profetit alayhis salatu. Alhamdulillah. Kjo mirësi për Allahut që ose kam një shtëpi të madhe, kam një shtëpi të rahatshme, kjo mirësi për Allahut që ose kam një kerr të mirë, kam një makinë të mirë. Kjo këshillu. Kjo mirësi për Allahut që të kem, domethënë, një vend të rahatshëm. Por që s'do thotë që unë të kundërshtoj Allahun për të arritur për të bërë këtë pasuri që kam. Kjo nuk do të thotë që unë ta fri barkun as shumë darkë edhe ta marr mend vetëm te hangërma, saqë mos më dalë gjumi, jo për namaz natë, jo, mos më dalë as për namaz sabahit. A kena? Po kena. Ata që janë mujahida, e qynë vetën e na burra, e na luftëtar. Ata nuk e shohin namaz sabahit në xhami. Ndoshta mund ta falin edhe pasi dalë dielli, Zot na ruaj, që është namaz kaza. Edhe kur vret problemi gjatë ditës ai, edhe kjo gjë, pse ndodh? Pa shkaqe të cilët i kanë përmend dietarët. Prandaj përngjasimi të çon, përngjasimi në vepra të vogla, siç përmendën ti, të çon në të mëdha. Dhe përngjasimi më i madh që është sot është domethënë në çështjen e jetesës, në çështjen e të foluris, në mënyrën e të jetuarit. Ashtu si puna e jo besimtarëve. Ata të cilët kanë kërkuar këtë dunjë u ka dhënë Allah. Dhe besimtari vazhdo bën luftë me ta, konkurrencë me ta, kundërshton edhe sheriatin islam në shumë vende vetëm që të arrijë domethënë bëhet si ai. Subhanallah. Po leja më se po të kishte vlerë dunjoja, do kishin marrë profetët, do kishin shfryzuar profetët. Që dërguari i Allahut ka thënë kjo botë nuk ka vlerë për Allahun as sa fleta e mushkojës, sepse po të kishte vlerë, mëkatarët nuk do pishin as një gllon ujë këtu. Na ka treguar. Gjithsesi, kjo botë, siç ka thënë një nga ulemat, sepse argumentet duhet shkojnë, shife, urtësia, e domethënë argumente është pranë e pjesën dietarët, mi quat i ku duhet. Ama dikush nga dietarët ka thonë unë ku duhet këtë botë. Ka thonë, "Si më sheh, kjo botë e di çfarë vlerë ka." Thotë e du sepse kjo është arë e cila mbjellet dhe korrët në botën tjetër. Që do të thotë ne do ta shfrytëzojmë këtë botë ashtu ashtu sa ne lejon sheriati islam. Sepse konkurrenca me të tjerët, në imitim në çështjen e dunjas, atëherë të çon çka, të çon domethënë në rrena, të çon në mashtrim, të çon në deformim të vërtetës, sepse ti e do këtë botë. Po përngjason me jo besimtarët të cilët ata kanë dashur vetëm këtë botë, duan vetëm këtë botë dhe nuk e duan botën tjetër. Dhe nga ajo çka ti do të përngjasosh, atëherë do arrish që të kryesh vepra të cilat janë të ndaluara. Dhe i themi vetës edhe gjithë besimtarëve, nuk kërkohet krenaria vetëm se tek Islami, nuk kërkohet krenaria besimtarëve musliman, vetëm se duke u kthyer te Kurani dhe Suneti. Lene përngjasimin në ato të cilët është ndaluar, sepse nuk ka krenari, vetëm se me Allahun e lartësuar. Allahu i lartësuar thotë: "Më të vërtetë krenaria është e Allahut, e të dërguarit të tij dhe e besimtarëve, por hipokritët nuk e dinë." Kjo surja Munafikun ajeti 8. Dhe thot Allahu në surën Taha, kush
do ta pasoj udhëzimin tim, nuk do të humb dhe as nuk do të bjerë mjerin. Kështu që ti të mjafton kur të lexosh këto ajete kuranore, ti të mjafton që kjo rrugë të cilin ke, kjo mirësi që të dhon nga Allahu i lartësuar, të mjafton ti në jetën tënde. Dhe në qoftë se besimtarët do meditojnë vetëm tek surja Fatiha, atëherë ato të kuptojnë. Sepse surën Fatiha lexoj. Se pa lexuar surën Fatiha ti s'ke namaz. Po ama a e kuptojnë? Kjo është për të parë. Sepse nëse ti e kundërshton ato që ti lexon normalisht ti s'e ke kuptuar. Ihdinas siratal mustaqim. O Allah, na uzo në rrugën e drejtë. Ë? Dhe jo në rrugën e atyre të cilët e humbën veten. E humbën vetveten. Na uzo në rrugën e drejtë. Dhe rruga e drejtë kush është? Është rruga e profetit alayhis salatu wassalam. Historia e profetit alayhis salatu wassalam, jeta e tij, i cili ka ecur me dritën hinore, me Kur'anin famullar. Dhe po shohim ne ka urtësi të mëdha që i kanë përmendur dietarët dhe i kanë nxjerrur dietarët rreth mos përngjasimit të popujve të tjerë. Po shohim siç përmenda ka disa libra apo ka shumë libra të cilët na këshillojnë dhe na urdhërojnë që ne të kemi kujdes dhe të ruhemi nga përngjasimi, sepse përngjasimi shohim që shumë njerëz i ka quar në lajthiti, i ka quar në humbje. Po shohim në ditën e sotme, shumë nga burrat dhe gratë po përngjansojnë me jo besimtarët. Shumë nga burrat dhe gratë. Po shohim për shembull argumente shiratike. Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë: shkurtoni musaqet, lëshoni mjekrën dhe kundërshtoni me gjusët. Sot ne shohim, e kupton, të kundërtën e kësaj, çka ka përmendur Muhamedi alayhis salatu wassalam. Allah i lartësuar i ka mallkuar burrat që përngjajnë si gratë dhe gratë që përngjajnë si burra. Në çfarë përngjan? Aty përngjasimi mund të jetë i lloj-llojshëm. A e shohim këto tek muslimanët? Po shkollë dhe shifën. Po e shohim çdo ditë. Janë sprovuar. Ata mundohen që të interesojnë diçka nga Islami. Përkundrazi, ka marrë edhe poste, sepse jo besimtarët u kanë dhënë këto poste, sepse u përshtatet ajo me çka ata kanë ardhur. Ama ne u themi që nuk është kjo fe islame, nuk është kjo e legjëruar. Allah i lartësuar ka për ta ruajtur fen, është betuar që do ta ruaj Kur'anin, është betuar që do ta ruaj fen islame. Edhe pse shumë nga njerëzit mundohen që të tjetërsojnë, mundohen që të devijojnë për shkaqe të ndryshme, interesa të ndryshme, imponim çështje dunjas, sepse normalisht çështja e dunjës nuk ka gjë tjetër këtu tek ta persona, edhe porsa Allah i lartësuar do ta mbroj, sepse do nxjerr burra dhe gra që do e ruajnë fen, sepse feja islame ruhet nëpërmjet burrave edhe grave të cilët janë të udhëzuar. Allah i lartësuar, i dërguari Allahut na ka përmendur dhe thotë: Allah i ka mallkuar që i futet edhe krishterët. Pse? Sepse ata i ka shndruar varret e pejgamberëve në adhurim, në ibadet. Prandaj i dërguari Allahut ka thënë kujdes nga imitimi e tyre dhe pikërisht ky lloj imitimi është që të nxjerr automatikisht nga feja. Për imitimit të tyre përmenden edhe tek festat e tyre, të cilët besimtarët, ata që pretendojnë edhe besimtar, ka shumë që imitojnë në festat e tyre. Edhe mundohen që të gjejnë edhe argumente shiratike. Për fat keq, si vit nuk e di, po vitin e kaluar kam dëgjuar edhe disa hoxhallar evropian sot, sepse janë në vendet e Evropës, janë zbut, domethënë me terrenin kurrin, me territorin kurrin, të cilën mundohen që të mbledhin argumente dhe të ligjërojnë festat të cilën bien direkt në kundërshtim me shariatin islam. Festat të cilët bien kundërshtim, siç janë Krishtlindjet apo ndrimi i viteve, viti i ri, që është festë pagane, apo Krishtlindjet që është festë e krishterëve. Nuk ka të lidhje me festën e muslimanëve, dhe kjo dihet. Çdo të krishterë ta pyes, thotë kjo është festa jonë. Çish tek dhe ku gjikohet në fenë e tyre, kjo është temë tjetër. Ne po flasim për muslimanët. Dhe kjo normalisht është për të ardhur keq. Sepse Allahu i lartësuar thotë lekum dinukum waliya din. Çka ka lidhje domethënë me fenë, Zoti i botrave thotë thuaj, kjo është feja juaj, kjo është feja ime, ajo është feja juaj. Ju keni fenë tuaj, nuk kam fenë time. Është shumë e thjeshtë. Domethënë, tradita dhe zakonet të cilët i bien kundërshtim.
Dhe i dërguari i Allahut thot, ata që fut dhe të krishterët, janë njerëz që në mesin e tyre kur vdes ndonjë njeri i mirë, thot, i ngrin faltore, apo e pikturojnë dhe më vonë shkojnë dhe e adhurojnë. Këta janë krijesat më të dëmshme. Ne po shohim në historinë që tregon Allahu i lartësuar për Nuhun, alayhi salatu selam, fillimisht siç ka nis shirku, ata njerëzit të cilët janë adhuruar kanë qenë 5 njerëz të mirë, ibadetçi të mëdhej, njerëz të lartë. Fillimisht u rregullu varritine, pasi u bë busti, më vonë shkuan sheku që kaluan, shkuan dhe i adhuruan. Këta njerëzit e mirë, realisht ta ishin njerëz të mirë dhe ishin njerëz me famë tek Allahu i lartësuar. Ama këta që e adhuruan e kundërshtuan Allahun e lartësuar. Dhe këta që i adhuronin kujtoni se po bënin mirë. Kështu të mashtron edhe shejtani. Fillimisht ti imiton popujt e tjerë, me çka? I imiton në mënyrën e jetesës tënde. Ashtu siç përmenda pak më parë. Ti imiton mënyrën e jetesës. Më vonë pastaj shkon edhe merr atë pemën e cila kur është marrë e pema për vit e ri, unë kam shpjeguar edhe në ligjëratat e tjera, ajo fillimisht ta marr për të kërkuar bereshet, fillimisht ta marr nga paganët, e kupton? Dhe kanë thënë forca e pillit, e rrisku e kështu me radhë vjen nga kjo pema, dhe vjen muslimani edhe ma vën mund kryt venit. Merë thonë me lule, me zbukurime dhe nuk e di se pse e ka vu. Kur ka qenë fillimisht që nuk i ka imituar të tjerët në çështjen e jetesës, nuk e ka vendosur apo nuk e ka arrit deri këtu në këtë pikë. Ama gradualisht duke imituar e bë dashur. Kjo gjë edhe ka thënë s'është as i problem. Pastaj me vonë shkon edhe ndron edhe fe. A ka ndodhur? Normalisht që ka ndodhur. Sepse njeriu nuk mund të bëre direkt. Apo njeriu i shmendur që të bëre direkt shirk. Sado që të njohë, sado pak të njohë nga Islami, ai nuk mund të bëre direkt në shirk. Porse gjonat vijnë gradualisht. Vim të tjerë që thonë, unë e bëj sa për të bërë qefin, atine që na rrethojnë. Edhe kjo nuk figuron dhe kundërshtohet në ajetin 120 surës Bekare. Allah i lartësuar na tregon dhe thotë, as hebrejt dhe as të krishterët nuk do të jenë të kënaqur me ju derisa të pranosh besimin e tyre. Thuaj ju, vetëm udhëzimi i Allahut është i drejtë. E morën përgjigjen atyre të cilët pretendojnë të kundërtën, thotë të bëjmë qefin. Në çështjet gjithmonë po flas në çështjet fetare. Lera bëjnë ibadetin e vet ata, vazhdoj. Shifi ibadetin tënd. Falëndero Allahun që të ka udhëzuar, ti ke fjalën e Zotit, kushtetutën e Allahut që është Kurani famëlar, ke sunetin e Muhamedit alayhis salatu selam, jetën, këshillën dhe ato çka i dërguari Allahut ka urdhëruar që ne ta zbatojmë. Dhe do shohsh, me ka triumfi. Qoftë këtë botë, qoftë dhe në botën tjetër. Ne elhamdulillah për fat mirë kena plot nga të krishterët të cilët duke hulmutuar në Kur'an edhe në Sunet kanë pranuar fenë islame. Dhe kjo është mirësi për Allahut të lartësuar. Haj po pranon Islamin dhe po bën shumë i devotshëm se sa ti. Edhe po thotë kjo fesë që ti po e bën, këtë fesë që ti po e feston nuk lejohet në sherat e Islamit. Thotë, çka ka dole ti thotë? Të tregoj vetë ai ishi krishterë që bëhet musliman dhe e pranon fenë islame. Çka? Mbas të argumenteve. Sepse feja islame normalisht bazohet mbas të argumenteve. Në çështje fetare nuk i kryejmë diçka pa pasur një argument sheratik të saktë dhe një të kuptuar ashtu siç duhet. Thot Allah i lartësuar në surën Mumtahin ajeti i parë, mos e zini mik armikun tim dhe armikun tuaj, duke shprehur dashuri ndaj tyre. Ku dihet se ata mohuan të vërtetën që u erdhi juve. Na trego qartë. Që mund ta zosh mik armikun e Allahut. Kush është armiku i Allahut? Ai i cili shoqëron ortak Allahut, ai i cili i bën kufër, ai i cili bën shirk, ai i cili nuk e beson Allahun të dërguarin e tij, ai i cili se beson Kur'anin si fjalë e Allahut lartësuar, ai i cili nuk e beson profetin Muhammed si i dërguari i Allahut, vul për mbar njerëzit. Ai ka bën shirk dhe kufër. Çka mund është ta stimulosh ti? Na thush është kështu apo është ashtu? Ka bë këtë vepër apo ka bë ato? Nuk kanë lidhje ato gjëra. Përderisa e mohon këto të cilat përmendëm, normalisht është armiku i Allahut dhe armiku i besimtarëve. Kështu që edhe ti ta trajtosh në atë lloj mënyre. Thot Allahu i lartësuar në surën Hud, dhe mos u bani, domethënë mos anoni ka ata që bën zullum. E për shkak të tjerët u kap zjarri, sepse përveç Allahut nuk keni mbrojtës. Edhe do të mbeti domethënë pa ndihmuar.
Çka? Mos përkrahini ato i cili bën zullum. Ne kena plot, del dikush i bën një gabim, jo gabim, jo. Pason diçka e cila është ndaluar dhe del tjetri në krahun tjetër, e hap live atë ligjëratën dhe fillon ta mbrojë me argumente të cilët janë argumente. Me gjëra të cilët janë pa baza në shariatin islam. Fola për çështje tregtie, fol për çështje biznesi, fol për çështje dunjaje, mos e përzi vetëm për çështje fetare, për çështje shariati kur ti nuk je jaftë. Apo je person i cili kera mëkat për shkak të dunjas e cila ti ka verbu syt e tu, edhe nuk e shef argumentën ashtu siç duhet. Pastaj dalim tek pika tjetër. Se mos zgjatemi shumë sepse sa do të flasim rreth kësaj teme, a lejohet që të kesh bashkëpunim, a lejohet që të shkëmbesh dhurata me popujt e tjerë, që janë të feve tjera, normalisht që lejohet. Normalisht. Normalisht që duhet mos sjell mirë me njerëzit. Kështu na urdhëron Allahu i lartësuar. Deri tani fola në çështje fetare sheriatike, imitimin ndaj popujve të tjerë. Këtu është qëllimi. Dhe gjanat, një lloj imitimi i cili të çon tek imitimi që është i ndaluar. Duhet me pas kujdes. Gjanat të cilin i përmena. Allah i lartësuar thot në surën Mumtahin, Allahu nuk ju ndalon që të bani mirë dhe të bani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë, as nuk ju dëbuan prej shtypive tuaja. Allahu i don ata që mbajnë drejtësi. Jena urdhëruar nga Allahu i lartësuar që me ata që sillen mirë me ne, edhe ne të sillemi mirë me ta. Me ata që nuk na luftojnë, edhe ne të sillemi mirë me ta, mos i luftojmë. Sepse sot lufta më e madhe që është mes njerëzve, mes feve, është, domethënë çka, ideologjia e komunikimit. Mënyra e komunikimit. Ai të lufton mand mediave, edhe ti çka do bësh? Edhe ti normalisht që do shpalosish argumentet e tua. Edhe ti do luftosh mand mediave. Do luftosh mand argumenteve dhe mand mundësive që ti ke. Ai thret në humbje, ai thret shkatrim, ai thret në shturje, ai thret në prishjen e familjes. Kurse ti do thirrish çka? Në rrugën e Zotit, në mirësi, në edukat, në moral, në sjellje, në bashkimin e familjes, në boshtin e cila është normalisht duhet dhe është tot boshti domethënë i mënyra e jetesës dhe qëllimi i krijimit njerëzve në këtë botë. Prandaj duhet që ndahen gjërat dhe duhet që të kese kujdes. A lejo shkëmbimi i dhuratave? Me normalisht që lejohet. Edhe vijnë argumente sheriatike që vetë profeti alayhi salatu sallam janë dhuruar dhurata dhe i ka pranuar. Lejohet jetesa me ta në çështje dunjaje. Lejohet domethënë tregtia me ta. Për çështje dunjaje. Normalisht që lejohet. Mund të kesh fshin domethënë në të fesë tjetër, e kupton? Ama komunikimi dhe mënyra e komunikimit do të jetë domethënë bazë sheriatit islam. Nuk ka asnjë diçka dhe nuk ka asnjë ndaluar këto. Gjithsesi, edhe pse shumë njerëz mundohen që të devijojnë nga Islami, qoftë duke u treguar ekstremista me lloj mënyra të ndryshme, qoftë duke u treguar as të butë, domethënë sa që nuk e shpalosin të vërtetën, Allahu ka për ta ruajtur këtë fe. Siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu sallam, do të nisim një grup nga umeti im, i cili do të thirrin të vërtetë dhe nuk do t'u bëjnë dëm ata të cilët u luftojnë, derisa të vi urdhri i Allahut, derisa të vi kiameti. Kështu që inshallah ne jemi për aty grupi i cili thirrën në të vërtetë, thirrën Kur'an, thirrën Sunet, me edukat, me sjellje, me moral. Dhe lutemi Allahut që të na mësoj që sjellni në të mirë që e kënaq Allahun. Dhe është rrugën e Muhamedit alayhi salatu sallam. Sepse me besimtarin ti ke shumë kollaj. E ke shumë lehtë, jep argumente sheriatik. E mori se mori është punë për ta. Po në një që është jo besimtar apo është një fe tjetër dhe nuk të kupton. Ma ato duhet me gjetë argumente sheriatike që ti ka sjellë Allahu në mënyrë se si ti sjellesh. Sepse ti mund të bësh shkak, ashtu siç e bën shkak shumë nga besimtarët musliman që e kanë kuptuar të vërtetën. Prandaj duhet kemi kujdes nga imitimi i të tjerëve në çështje që i ndalon sheriati, që i ndalon feja islame dhe jo në mënyra të cilat lejohet, për shembull që të përfitosh nga popujt e tjerë, edhe nga e besimtarët në çështje tregtie, në çështje dunjaje e kështu me radhë. Pak a shumë kjo ishte një përmbledhje vëlla Kasimi rreth përngjasimit të tjerëve.
Kështu që lutni Allahu që të na ruaj dhe na udhëzojë në ato që e kënaq Allahun dhe është në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Hoxha, Allah është shpërblim dhe Allah të nderoft për këto shpjegime dhe për këto mësime gjithsesi, por edhe për këto rikujtime se me qenë se me të vërtet që kemi nevojë që të rikujtojmë edhe gjërat. Hoxh, a qëndrojmë edhe një 10 minuta kështu parafërsisht, që nëse ka ndonjë pyetje inshallah do ta marrim nga ky moment rubrika e pyetjeve është e hapur dhe ata që kanë dëshirë të bëjnë pyetje, atëherë edhe mund të na shkruajnë në direkt nëpërmjet komenteve dhe ne inshallah taala do i marrim pyetjet e radhës të gjitha ato pra ku i shohmi. Pra nga ky moment ju mund të bëni pyetje e juaja. Hoxh, a i morëm nga do pyetjet të cilat më kanë arritur më herët pak? Po inshallah. Në rregull. Një pyetje e radhës thot kështu. Selam aleikum hoxhë nderuar dhe juve vëlla Kasim, Allah ju shpërblej për punën. Kam një pyetje për hoxhën. Thot hoxh, thot nëse kam harruar me fal namazin e vitrit dhe jam zgjuar thot vonë, thot pasi ka hyrë edhe koha e namazit të sabahut, andaj si më këshilloni çfarë duhet të bëj? Në fakt unë desha të kese pyetje rreth programit apo kësaj teme të cilën mbajtëm ne sonte, sepse është me shumë rëndësi, edhe pse disa njerëz nuk japin shumë rëndësi edhe më e quajnë diçka, pse? Sepse atë vendin ku jetojnë me zakone dhe tradita të tjera, kjo do ishte më mirë, por se edhe këti vllajt ne i përgjigjemi, sepse kjo çështje marsa dijen e ka dhënë Allahu i lartësuar, kjo është çështje fiqhie dhe çështjet fiqhie janë shumë të zgjeruara, mendimet të cilët vijnë rreth kësaj pyetje që bëri vllai janë të shumta. Për shembull, dikush pyet namazi i vitrit, është detyrë apo s'është? Kur ai thot në argument sheratik, kur ka ardhur beduini dhe i ka thënë Muhamedit alayhi salatu sallam, e ka pyet për Islamin, pasi e ka pyet për namazin, i ka thënë sa namazet ditore kam? I ka thënë Muhamedi alayhi salatu sallam, namazet ditore janë 5, brenda natës edhe ditës. Edhe ky robi ka ik. I ka thënë Muhamedi alayhi salatu sallam, nëse ky burr thot vërtetën është i shpëtuar. Kështu që ne ta kemi parasysh. 5 namazet ditore ka përgjegjësi, ka dënim për atë person i cili let. Tek vitri vin argumente sheratike që thonë është vajib. Vin të tjerë thonë që është sunet i fortë. Dhe kryerja e këtij namazit bëhet pas namazit të yatsis deri, domethënë në pjesën e tretë natës para sabahit. Po nëse një person e ka fal gjithmonë, këtë namaz, disa dietar thonë mund ta fale edhe mrapa. Edhe pse kjo është namaz kaza dhe kjo nuk është fars që ti ta falish. E kupton? Ka të tjerë të cilët thonë që nuk ka nevojë që ta fale, shpërblimin inshallah e ka, sepse nuk i ka dalë gjumi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Do thotë Allahu s'mundson asnjë njeri për të mundësisë. Domethënë ky personi nuk ka përgjegjësi se nuk ka pas mundësi. Po jo ta ketë bë zakon për çdo herë. Kështu që edhe ai vllai mund të zgjerohet dhe mund ta shohë ku aty qetësohet, ku i qetësohet, domethënë zemra. Në çfarë argumentesh i qetësohet zemra. Porse ajo çka shohim që thonë një pjesë dietarësh, ai që e ka zakon edhe e fal namazin e vitit çdo herë, edhe sunet të sabahit, kupton? Mund t'i fal edhe pasi i ka kaluar koha dhe Allahu e di më së miri. Hoxha, më ka ardhur një pyetje rreth temës, nuk e di a është bashkë rreth temës, por unë po e lexoj inshallah. E pastaj e shumë. Pyet një vëlla, thot selam aleikum i nderuar, thot në bazë të asaj që e theksuat ju thot më parë, thot nëse më japin dhurat thot për këtë festën e tyre, a do të thot që unë ju përngjasoj atyre? Selam aleikum. Jo, siç përmenda kanë ardhur argumente edhe Sheikh Islam Ibn Temien nga dietarët e mëdhej, të cilët e përmendën në librin e tij, e ka përmendur aty dhe thot dhuratat që jepen, edhe pse ata japin për shkak të festave,
ka disa argumente dhe vetëva që ka sjellë shehu, thot nuk ka një problem, nuk do problem. Vetëm nëse janë dhurata të specifikuara. Gjithashtu thot ndalohet, ajo që ka ndalohet dhe ka përmendur edhe Ibn Qayyim, ndalohet që ti të hash mishin që është therrur në emër të asaj festi që është bën. Ktu do të thonë kanë ardhur unanimisht dietarët dhe nuk e lejojnë që ti të hash ato mishi, sepse ajo therr çka? Ka therr për sebeb të asaj festi që ka ai. Kurse dhuratat e tjera, ka përmend këto dietarët thot, nuk ka asnjë problem. Pranohen të tjera përveç. Po, do të thotë që vetëm për mish bëhet fjala apo edhe për diçka tjetër, për ëmbëlsira apo diçka tjetër. Dietarësh e kanë përmend, një gjë që është mishin herë nuk lejohet që të hahet sepse o therr për shkak domethënë të kujt të asaj feste e cila bën kundërshtim mishi. O therr Po. Therrin ata, se varet ndryshon nga vendi në vend. Ama për çështje dhuratash tjera, kupton? Shumë dietarë kanë lejuar shkëmbimin e dhuratave, e kupton? Që unë e përmenda pak më parë. Gjithsesi dhe kjo temë ka argumente të ndryshme. Ktu kanë dhënë dietarët menime të ndryshme, e kupton? Që son një dhuratë specifikuar vetëm për këtë festë, kupton? Ti s'do ta marrësh sepse gradualisht pastaj fillon dashnia, kupton, ndaj atyre dhe mund vi koha ndoshta vitin tjetër e feston bashkë me këta. Gjithsesi duhet më rujt. O gjë, Allah shpërblej, për momentin nuk kam pyetje, vetëm të shikoj deri në TikTok, mos ka ndonjë pyetje për momentin. Jo, hoxha, nuk kem asnjë pyetje për momentin, andaj na inshallah, mos e nuk kem pyetje, atëherë po japim edhe fund emisionit tonë sa i përket personte. Shpresojmë që inshallah të takohemi sërish edhe në ndonjë emision tjetër. Po inshallah. Do kena kohë ndoshta dhe do marrim edhe ligjërata të tjera, po na mësoj Allahu që të kemi mundësi, sepse që i lartësuar jam mëson që të përqoj apo shpalos argumente shiratik, sepse kjo botë është e shkurtër, dëshirat janë shumë të mëdha, por se ne duhet mundohemi që ta shfrytëzojmë në mënyrat më të mira dhe të mundohemi që të jemi përçues të hajrit dhe të mirësisë me mënyra të ndryshme. Edhe kjo mirë që ne, sepse unë më shumë siç u kam thënë jam i angazhuar me xhamin, me davet, me punë, edhe me punë dunjaje edhe parat. Gjithsesi, edhe kjo puna e portaleve është bërë shumë e rëndësishme dhe më them që për disa mundësira të jenë pak më aktiv, që të marrin ligjërata dhe të shpërndajnë nga ajo dietë të cilën nuk ka thënë Allahu i lartësuar, sepse shumica e njerëzve kanë ngel domethënë në rrjetet sociale dhe është një mirësi përderisa ai nuk ka mundësi që të takoj, nuk ka mundësi që të prezantojë në xhamin tonë në ligjëratat e tua, atëherë le të lidhen direkt në rrjetet sociale dhe le të marrin diçka, një këshill për vëllezërit dhe motrat. Edhe elhamdulillah, nuk është që nuk ka hoxhallar që marrin, por se prap duke pa të tjerët që janë kundërshtim me ato që ka thirrim ne, janë të shumtë, atëherë bëhet detyrë për ne që të jemi pak më prezent me rrjetet sociale dhe të jemi domethënë pak më të dhënëm dhe të japim pak të lirë. Apo ndëgjojmë hoq? Po të dëgjoj. Mirë, në rregull, shpresojmë që inshallah taala në të ardhmen të aktivizohemi pak më shumë me aktivitetet. Andaj kështu pra, hoxha, mos po më mbetet asgjë tjetër përveç të falenderoj edhe një herë dhe lut Allahu subhanahu wa taala që Allahu taala të na bashkon çdo herë në mirësi dhe në hajër. Gjithashtu Allahu shpërblet edhe ju dhe i lutem Allahu na bashkojë në hajër, mirësi dhe ashtu siç na ka bashkuar në këtë mexhelis të hajrit, na bashkoj edhe në xhenetet më të larta që xheneti. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu i truaj dhe Allahu të shpërblet. Selam aleikum. Të dashur miq, pra ishëm me hoxhën e nderuar Ylber Kotarja Abdul Berin dhe tema e ligjëratës për sonte ishte pra rrujur nga përgjasimi i popujve të tjerë. Çfarë të them? Allahu na vetëdijsoft, na udhëzoft dhe na përmirësoft. Por të gjitha këtu dojnë punë dhe ne asgjë s'na mbetet përveç të fillojmë dhe t'i praktikojmë. Dhe në fund
të shpërblimit tek Allahu subhanahu wa taala. Të dashur miq, pra dal nga dal proj vjen edhe fundi i emisionit sa i përket për sonte. Ne inshallah taala do të takojmë sërish në emisionin e radhës, në të njëjtin vend, në të njëjtin kohë. Dhe falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala na ka bërë pjesë e davetit. Por juve Allahu ju shpërbleft për durimin e juaj, Allahu ju shpërbleft për vizitën e juaj, por gjithashtu Allahu ju shpërbleft për ndëgjimin dhe shpresojmë që inshallah gjithashtu këto mësime që i mësuam deri më tani dhe që do t'i mësojmë, ta lutim Allahun që Allahu Teala të na mundson që edhe t'i praktikojmë. Vazhdoni të qëndroni pranë Radio Televizion Telkalem në IPTV dhe në radio. Kështu që ne ju lejmë në mbrojtjen dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kaloni një vikend të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.